ka nga vite në vit më shumë islamik? Unë mendoj që ka një tendencë në brezat e ri sidomos. Unë shoh që për shembull vajza 20 vjeç, djem 22-3 vjeç, janë më besimtarë se gjyshët e tyre para 70-80 vitesh. Nuk bezdis shumë kjo përsa kohë që ata janë modern. Pra ata vishën normalisht, hanë normalisht, nuk ka problem. Mendoj e shoh se një vakum identiteti. Sepse kjo është e rëndësishme ta them. Pra ka shumë vajza edhe djem të rinj që janë pak bosh sot. Në kohë vështirë që ajo jetojnë. Nuk është e vështirë, nuk është ti ishe i varfër para 40 vjetësh në Shqipëri, nuk është problem, ishim gjithë varfër. Ti ishe i varfër sot. Ishe nga provinca, mos jesh i punë. Kesh dramë familjare, siç kanë shumë familje nga varfëria. Mos kesh shtëpi të mirë, mos kesh punë të mirë. Martesa do të dështoj. Njerëzit fillojnë edhe humbin identitet. Edhe kalojnë nga dështimi. Ku gjen preje shpirti i tyre? Te feja. Për fat keq. Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.